Me rastin e ditëlindjes së pejgamberit a.s. Muftinia e Tetovës organizoi akademi solemne, e cila u mbajt në amfiteatrin e artit dramatik të USHT-s. Në këtë solemnitet morën pjesë kreu më i lartë i BFI-s, në krye me kryetarin e saj Reisul Ulema Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi, muftitë e muftinive të BFI-s dhe një grup i imamëve të muftinisë së Tetovës. Ky manifestim filloi me lexim të Kuranit famlart nga Hafiz Abdurrahim Efendi Murati. Më pastaj të pranishmit i përshëndeti muftiu i Tetovës Qani Efendi Nesimi, i cili tha se mbushja shpirtërore jep mundësi njeriut që në këtë kohë të shpejtësisë informative ai të jetë më njerëzor, më profesionale të tjerë. E kjo bëhet me përkujtimin e personaliteteve të mëdha, në rastin konkret të Muhammed a.s. Të përmendish pejgamberin a.s. nuk do të thotë të japish vlerë pejgamberit. Ne jemi shumë të vegjël. Të përmendish pejgamberin do të thotë të japsh vlerë vetvetes. Dhe ne në këtë kohë kaq të shpejt, në këtë kohë kaq të telasheve të mëdhaja, kemi nevojë që të mbushim shpirtin, kemi nevojë që të mbushim bagazhin ton shpirtëror, prandaj kemi nevojë që ta përmendim dhe përkujtojmë pejgamberin a.s. dhe sidomos në kohën kur quhet java e Mevludit të pejgamberit a.s. Kryetari i BFI-s Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi në fjalën e tij për këtë rast para të pranishmëve mes tjerash foli për vlerat morale të personalitetit të pejgamberit a.s. Në segmentet e ndryshme të jetës e në veçanti atë të liderizmit, duke theksuar se ky sukses i këtij liderizmi ka vetëm një rrugë, ecje drejt dritës së shejtë, duke mbjellë besim e duke reflektuar sinqeritet. Ky ishte personaliteti që shembollonte në Muhamedin. Bota jo muslimane, duke qenë pa interesuar ta njeh të vërtetën e Islamit, nuk ka arrit ende ta kupton veç përshëndetjen që ka obligim çdo një musliman kur të takohet me tjetrin t'ia thot dhe t'ia thekson. Pse them se nuk e kanë kuptuar? Se edhe sot e kësaj dite jemi dëshmitar të kohës në të cilën jetojmë, që shpesh herë po përzihen telat, po përzihen sendet, ku Islami bëhet përpjekje të identifikohet sipas realitetit të muslimanëve. Realiteti i muslimanëve mund të jetë diçka tjetër, krejtësisht botë në veti, realiteti i Islamit është krejtësisht diçka tjetër. Për fat të keq, kjo nuk guxon të jetë ashtu, po është një realitet i pamohueshëm, se muslimanët sot në botë me realitetin e tyre de facto tregojnë se me të vërtet nuk janë identik me Islamin. Me këtë rast u mbajt edhe ligjërata e profesor Dr. Musa Musai e titulluar Muhamedi a.s. paratrajt qiellore e virtytësisë njerëzore, shekuj të përmalluar për të. Ky manifestim më në fund u freskua me një pjesë muzikore mistike të ekzekutuar në nej nga docent Dr. Abbas Yahya.